Ne do të ulemi tani. Ju lutem, mbauni fort dhe anoni trupin tuaj përpara. Zotri, të lutem shqetësohu. Vendosni kokën në ndesën përpara jush? Lord Yuki. E kaluara në Grand Lodge. Si ndihesh ti tani për këtë? Në këtë epokë të tanishme, unë jam i tëri për tërbim fix si Varto Parks. Kjo është e gabuar. Paqja që do të ndërtohet nga gjakderdhja është ajo më e keqja. I dashur udhëtar, je i qetë tani. Ne nuk kemi armiq të tu. Ky është kalorësi i dritës. Shkëlqësia e tij sundon botën e bardhë dhe është zoti kësaj kështjellje të argjend. Duke qenë të ndryshëm në pamje, a nuk bëhet kjo shkaku i luftës? Jo, nuk do të jetë. A shpërthejnë luftrat në tokë për disa arsye si kjo? Ne jemi qenie të gjalla, por thjesht për shkak të dallimeve, të ngjyrave të lëkurës, flokëve, syve dhe gjakut gjithashtu, lufta nuk ka pushuar kurrë. Erdhe deri këtu që ta ndryshosh këtë? Sulmet nga mbreti i botës tjetër po bën edhe më të këqija. A është kjo koha dur për këtë celebrim martesor? Që kur ai mbriti, Grand Lolo ka qenë në luftë të vazhdueshme. Njerëzit do të vrisnin për të pushtuar tokën dhe burimet ujore. Gjithsesi, unë dua që të kërkoj një mënyrë gjithashtu që t'i jap fund luftës pa përdorur forcën në këtë vend. Princesha që do të martohet me mua e beson këtë gjë. Të martes ka për të sjellë paqen dhe kjo ka dhënë pëlqimin e saj. Do të bashkohem me njerëzit e mi, edhe ata gjithashtu do të mbështeten tek unë. Gradualisht u zhvillua një lidhje e fortë dhe njerëzit me shumë siguri kanë për të ndryshuar. Pra, do me thënë, kjo është e gjitha.
A ke dëshirë ta dish pse mbreti i botës tjetër e humbi jetën? Apo përpiqesh të thuash si ishte për shkak të mungesës së forcës së tij gjithashtu? Virtytet janë të pafuqishme përballë forcës. Mbreti gjithashtu humbi idealet e tij. A më solle deri këtu për vetëm që ta pohoj përdorimin e forcës? Kjo ishte për ty që ta mendosh. Unë po e mendoj dhe kam për ta bërë këtë gjë në realitet. Mbreti i botës tjetër. Prisni! Ti e ndryshove Grand Lolon përmes mençurisë, por ti e duke përdorur forcën që ti bësh të tjerët të dobët? Kjo është kontradiktore. Të dominosh do të thot kur përdor forcën edhe mençurinë, edhe qelësh kur edhe si do ta përdorësh. Kjo nuk është e drejtë. Ti nuk je një mjeshtër i mençurisë siç thua. Vazhdo më tutje. Metodat tuaj vetëm do të shkaktojnë më shumë gjakderdhje. Ti nuk do të jesh i ndryshëm nga njerëzit që urren kaq shumë po ashtu. Qëllimi yt kryesor është që ti ndryshosh njerëzit? Pa më thua, ja nuk është kështu? Mbreti i botës tjetër? Por si fillim, ti duhet që të ndryshosh veten tënde. Kjo nuk është vetëm për forcën, po për drejtimin dhe ndryshimin e njerëzve edhe përmes mençurisë. Pra ti je i përfolur i mbartësi i dritës. Tani e di se çfarë personi ti je. Gjithsesi, ti akoma nuk je gati që të luftosh në këtë kohë. Unë nuk kam nevojë që të dëgjoj idetë tua të pakumtimta. Ashtu si ti tani. Tregoje veten. Ti do të ringjallësh. Besoj unë miqve tuaj zjarin tuaj të ndezur dhe trashëgojeni vullnetin e pastër të pandotur. Le të dy luftojmë së bashku me këtë lojë. Le të hapen portat. Kaj ho! Unë gjithmonë kam dashur të flas me ty. Unë lumba kundër mbretit të botës tjetër. Unë thjesht kam provuar që çfarë do lloj ideje ka për të humbur kundër forcës shumë lehtë. Unë duhet që ta kthej me këtë. Fillimi i hapit. Unë therras bladrën e errësirës dhe vendos në lidhje në shpatën e dragojt. Përfundoi radhën. Ajo ishte dita kur ti the që doje të ndryshoje botën. Fillimi i hapit. Unë therras dy leviatinët. Ralla e sulmit. Leviatinët. Sulmoni së bashku. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Ralla mbaroi. Eja Galet, më trego mua si mundesh ti që të ndryshosh botën duke përdorur letra. Dy vite që nga jo ditë me fat. Unë kam lajme të mira për të gjithë mauvët. Sot, një qytet tjetër i mauvëve është në kontrollin tonë. Qeveria e bashkuar nuk mundet më që të ndaloj avantazhet tona. Uniforma që dikur u diskriminua, tani ka për të qenë simboli i krenarisë tonë. Shpresoj që ju të vazhdoni ta vishni që tani e tutje.
Pas kësaj ne do të takohemi në 11. Mauvët të cilët dikur u fshirën në të gjithë botën nga frika e diskriminimit, tani janë mbledhur nga thiket e komandantit ton Varto Parks. Por përsëri, a është e drejta komandantit të sundoj me forcë? Mësuesja jonë, të lutem ki kujdes kur flet. Nëse është një kritik kundër komandantit ton, unë do ta raportoj tek ai. Morgan. Po s'ka u Morkile, apo vazhdon të shëndetshëm? Unë jam i shqetësuar për Varton. Robe Style. Robe si na tha neve që të negociojmë ne me ata të mëdhenjt. Por në fakt, Kur unë isha vogël, unë shikoja vetëm atë. Dhe pyesja vetëm pse është shumë e madhe. Babai e kishte kuptuar më parë. Shenjat për sistemin e ri bazë është mua atje. Prandaj kjo nuk është ajo që po pushtohet. E gjithë besojnë tek ty, Varto. Broj ata, mauvët. Çfarë ka ndodhur? As pak mirë. Unë akoma nuk e di. Pa ato 3 letra, është e pamundur që ta hapin fushbetejën. Mos u shqetëso. Jam i sigurt që ai është mirë. Unë dua ta shikoj atë. Mësuesja nuk duket gjëkundi gjithashtu. Kujtova se aty do të kishte shumë raportime. Mund të shpërthej një përplasje drejt për drejt midis mauvëve dhe qeverisë së bashkuar. A do të vazhdoj lufta? Dikush më tregoi mua që lufta do të parandalohet. Për cilin e ke fjalën? Përshëndetje të gjithëve! Po ky më çpati. Në lidhje me problemin e përhershëm të mauvëve, si i pari i racës njerëzore, unë vi tek ju me një propozim. Lloji propozimit tim do të ishte për të njohur disa nga ngjitjet e mauvëve gjatë takimit të ardhshëm gjithashtu. Për çfarë po flet ti kështu? Unë mund ta imagjinoj ortekun e situatave që do të ndodhin nëse pranon qoftë. Ju lutem bani qetësi. Ma lëni mua këtë gjë. Kryetari Leonard, unë kujtova që ti ishe larguar. Unë isha i ftuar që të isha si një konsulent. Le të themi nga ata që mendojnë se jam i nevojshëm. Fillimi i hapit. Unë thërras makineri luftëtare Gangir. Tërheq një letër nga efekti i tij, pas së cilës unë vendos mirazhin e kalorësit. Radha e sulmit. Shko tani bladra e rësirës. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Shpirtrat e betejës është ajo që na bën të kuptojmë më thellë njëri tjetrin. Por vetëm kjo nuk është e mjaftueshme. Që ta ndryshojmë botën, ne kemi nevojë për diçka edhe më të madhe. Fillimi i hapit. Rilind, kështjella ime lavdishme prej qeniku. Unë të ras kalorësin e hekur drastik. Kur ai të rritet, efekti aktivizohet që të vendos bladrën e errësirës dhe makinerin luftarake e Gangir përsëri në dorën tënde. Radha e sulmit. Kalorësi i hekur drasil. Shko! Unë sakrifikoj pikët e jetës. Aktivizohet mirazhi i kalorësit. Sulmi nga një shpirt vetëm me një bërtham nuk do t'i prek pikët e mia të jetës. Radha mbaroi. Jeta do të rilindë. Mirë se erdhët që të gjithë. Ju, qeveria e bashkuar. Ju lutem prisni. Zënjush. Të lutem ulu përpara Lordit Varto. Përfaqësuesi për këtë takim është shefi i gjysmë njerëzit dhe Lordi Igamu. Pse po tregosh kaq i paftyr? Është sepse ajo me autoritetin më të madh këtu është vetëm ajo. Rin Giver. Qendra e ekonomisë botërore.
Shtëpia e Gjivrës. Profesioni së cilës është sistemi bazë ka më shumë dikim se vetë qeveria. Që prej ndarjes nga jeta të babait të saj të ndjerë vitin e kaluar, ajo që ja doli mban ishte zonjusha Rin Gjivër. Fillimi i hapit. Unë thërras bladrën e errësirës dhe makineri luftëtare Gangir, pas së cilës unë thërras dragoin perandor Dragonik Artur. Do të merret kosto e pamjaftueshme nga bladra e errësirës. Radha e sulmit. Dragoniku Artur, sulmo! Pikët e sulmit i rriten dhe me 5000 pikë nga efekti makinerisë luftëtare Gangir. Unë tërheq një letër nga efekti shpatës së dragojt gjithashtu. Unë aktivizoj efektin kur ai sulmon. Unë e çoj bërthamën e Leviatinit në plera. Unë do ta bllokoj me Leviatinën tjetër. Por shpirti im nga një familje e panjohur bllokon këtë. Kalor si hekur drasil rigjallet. Fuqia e bardhë, fuqia e gjelbër, bashkohuni në një dhe relind. Kalor si dënimit, zoti i gurit Dragna, ringjallu. Aktivizohet efekti i rilindjes, vendos 3 bërthama të pavlefshme tek guri i Ragnës. Radha mbaroi. Pra ti e një bartës i bardh i dritës? Kur unë u zgjova, unë nuk kisha asnjë tjetër përveç dashurisë, por në fakt ishte takimi me bartësin e kuq të dritës që më zhvendosi syt nga dashuria ime vetme në botë. Si të bartësit e dritës jetojnë, që të kenë një vlerë të re të jetës. Fillimi i hapit, në të rast Leviatinën tjetër të nivelit të dytë. Unë rris nivelin e kalorshit të dënimit, zoti i gurit Ragnar në nivelin e 3. Gjatë gjithë jetës time, njerëzit dhe gjysmë njerëzit kanë qenë në luftë me shekuj. Për një kohë të gjatë, peticioni kundër luftës është e tëra fjalë dhe nuk është iniciuar kurrë. Radha e sulmit, guri i Ragnës, sulmon. Pikët e sulmit i rriten edhe me 5000 pikë nga efekti i Leviatinit, çasti kohor. Freskimi i gurit të Ragnës, me efektin shtesë do të shkatërrojë dragonikun Artur. Njerëzimi nuk ka për të njohur asnjë zgjidhje tjetër përveç se të shkojnë në luftë. Sakrifikoj pikët e jetës. Simboli 2 fisht. Kur pikët e mia të jetës bien, unë luaj murin e plasur nga dora ime. Unë do ta ndaloj radhën e sulmit me këtë efekt. Radha mbaroi. Si ti gale do ta ndryshosh njerëzimin? Fillimi i hapit. Unë vendos krahët e mirazhit dhe kalorësin e mirazhit përsëri në dorën time. Aktivizohet efekti i krahëve të mirazhit. Duke paguar vlerën, unë rifreskoj dragonikun Artur nga familja nështruese. Pas kësaj, unë e çoj në nivelin e 3. Mençuria ushqen dhunën, nxit armët dhe fillon diskriminimin. Unë do ta heq këtë mendim sidoqoftë. Pa ndryshuar vlerat e rënjosura thellë njeriut, vujtja tyre nuk do të zhduket. Kjo është një rrugë e vështirë. Është ashtu sepse unë dua që të hap një rrugë të re, së bashku me shpirtrat e betejës. Radha e sulmit. Dragoniku Artur, shko! Unë aktivizoj efektin e tij, që do të çojë një bërtham nga Leviatini tek plerat. Tashmë, kur krahët e mirazhit është thirrur në fush, Dragoniku Artur ka për të ringjallur. Shko tani, krahët e argjenta. Krahët e mëdha të dragojit Zei. Guri i Ragnës, bllokoje. Çasti kohor. Krahët e mirazhit aktivizohet. Duke paguar vlerën, unë rifreskoj krahët e mëdha të dragojit Zei. Çasti kohor, letra magjike, muri i diamantit. Efekti i krahëve të mëdha të dragojit Zei. Duke hequr Gangir, unë do të heq letrën tënde magjike.
Krahët e dragojt Zei! Sulmo përsëri! Qasti kohor! Unë rifreskoj krahët e mirazhit me efektin! Unë sakrifikoj pikët e jetës! Krahët e dragojt Zei! Sulmo tani! O tharë dësti, revolucionin e njerëzimit, unë ta besoj ty. Sakrifikoj pikët e jetës. Negociatat përfundojnë këtu. E po mendoj që të dy nuk mund të arrijmë një marrëveshje. Mauvët vetëm po kërkojnë atë çfarë është më e drejtë. Përdorimi i tepruar i autoritetit dhe kërcënimet nuk janë të ndryshme. Fjalët e komandantëve janë si të tilla. Ju lutem ktheuni. Me nivelin tim askush nuk do që të më dëgjoj mua. Qeveria e Bashkuar kanë vetëm një lëvizje të mbetur. Është ashtu siç ti e parashikove. Informoni të gjitha fortesat. Bota do të jetë në kaos.